Së pari duhet kuptojmë që në buxhetin e shtetit 70% e buxhetit shkon për Ministrinë e Infrastrukturës. Pra praktikisht ti nuk ke asnjë rritje të buxhetit për 2026-ën, as për arsimin që ngelen në nivelin 2.5, as për bujqësinë, as për shëndetësinë, as gjë tjetër. Ne kemi çuar një projekt ligj i cili synon që siç e thatë dhe ju, nga 20% tatimi mbi vlerën e shtuar për ta sqaruar dhe për qytetarët dhe ujin që ne blejmë, paguajmë 20% TVSH që nuk shkon as te konsumatori, që nuk shkon as te biznesi i vogël, por shkon direkt në buxhetin e shtetit. Dhe me rritjen e çmimeve, TVSH-ja rritet automatikisht. Pra kemi më shumë taksa që paguajmë, tatim mbi vlerën e shtuar për shkak të rritjes çmimeve dhe këtu është rritja e buxhetit. Po, është një nga arsyet që kemi buxhetin më të madh ndonjëherë. Ata kanë mirë administruar buxhetin apo ne paguajmë më shumë. Patjetër, janë komplet nga taksat tona. Dhe nëse shef në parlament, ti çdo 2-3 muaj ke akte normative që ndryshojnë buxhetin, sepse dhe zërat që ata parashikojnë në buxhet nuk arrin t'i shpenzojnë dhe kjo është më dramatikja. Çfarë themi ne? Ne kemi marr rajonin dhe kemi marr malin e Zi që e ka 7%. Pikërisht për produktet e shportës. Italia e ka 4%. Zonja Meloni e mori këtë politikë pikërisht për t'i ardhur në ndihmë shtresa nevojë qytetarëve të tjerë me radhë. Kosova e ka 8%. Pra ne jemi përafruar rajonit për të pasur një gjë të ndërmjetme, të analizuar me ekspertët tanë. Dhe nga ana tjetër ne çfarë themi? Kjo ka një efekt jo vetëm ekonomik, por edhe social. Rreth 40-50% e buxhetit familjar sot shkon për ushqime. Rreth ke një largim masiv të qytetarëve, ke një shqetësim shumë të madh për koston e jetesës. Pensionistët, 90% të pensionit të tyre çojnë për ushqime. Pra këtu po flasim për ta sqaruar për qytetarët për ushqime të bazë. Këtu nuk po flasim për produkte luksi. Këtu po flasim për qumshin, vezën, mielin, orizin dhe ne kemi listuar rreth 23 produkte që ligjvënësi mund t'i shtojë, mund t'i reduktoj, është në diskrecionin e tij. Por ke edhe një prendim të kryeministrit i cili tha në 2013 do ta bëjnë 0 TVSH për shportin dhe unë ja tregova sot kolegëve socialist në komisionin e ligjeve. I thash, ja ku keni deklaratën e kryeministit dhe mos më thoni që ka efekte në buxhet, sepse pavarësisht çfarë efekti mund të ketë në buxhet, është shumë minimal në krahasim me efektin që rrit konsumin, rrit besueshmërinë e qytetarëve në treg, e të gjitha me radhë sepse koston e ushqimeve sot e ke 50% më të lartë se vendet europiane. Një studim i fundit i dhënë dje nga doktor Berisha ishte rreth 80% më të shtrenjta se vendet e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë situatë nuk ke absolutisht asnjë reflektim. Përgjigjja ishte që kjo sjell një kosto për buxhetin, kjo nuk dim si tatimorët ta implementojnë etj me radhë, ndërkohë që nëse është vullneti, unë ja thash shumë qartë, ne mund ta miratojmë atë parimisht, nëse është vullneti i legjislatorit, mund ta çojë dhe në 0 dhe të mbaj premtimin e kryeministrit, por padyshim që ajo iniciativë u rrëzua fatkeqësisht nga Komisioni i Ligjeve